Moti vazhdon të karakterizohet nga periudha me diell, por pa munguar as edhe vranësirat që her pas here priten se do të shfaqen. Drejtoria për punë hidrometeorologjike ka bërë të ditur se ditën e nesërme në Shkup, moti pritet të jetë kryesisht me diell dhe sipas tyre do të fryjë erë lehtë nga drejtimi veriperëndimor. DPHM njofton se ditën e hënë moti pritet të jetë me diell dhe me vranësira të pakta deri mesatare lokale, ku siç thon ata në pjesët perëndimore do të fryjë erë përforcuar, her pas here e fortë mbi 50 km/h nga drejtimi perëndimor. Ndërkaq ditën e martë sipas DPHM-s moti do të jetë me diell dhe me vranësira të pakta deri mesatare lokale. Në pjesët veriperëndimore do të ketë kushte për rreshje të dobëta lokale shiu dhe paraqitje të rralla të bubullimave. Pritet të fryjë erë le deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor më e theksuar në pjesët lindore. DPHM theksoi se ditën e mërkurë moti kryesisht do të jetë ndryshueshëm me vranësira dhe periudha me diell. Në disa vende do të ketë kushte për rreshje të rrëmbyeshme shiu dhe bubullima dhe sipas tyre do të fryjë erë lehtë deri mesatare nga drejtime të ndryshueshme.